Faleminderit. Nderuari kryetar, të nderuar deputet, nderuar kryeministër, zëvendës kryeministër dhe deputet e ministra kolegë. Bujqësia është nga sektorët kyç për zhvillimin ekonomik të vendit tonë dhe shpreh pak befasin time që realisht pothuajse askush nuk diskutoj për bujqësinë, as për mirë, as për keq. Më vjen keq nëse në sytë e deputetëve nuk e ka rëndësinë cilën bujqësia e ka në sytë e qeverisë. Duke u bazuar në raportin e gjelbërt të Ministrisë së Bujqësisë, ky sektor kontribon me mbi 12% në bruto prodhimin vendor, si dhe llogaritet se punëson deri në 20% të forcës totale punëtore, përfshirë normalisht ata në tregun jo formal. Në vitet e fundit ka pasur investime të shtuara nga shteti në këtë sektor dhe falë këtyre investimeve, prodhimi vendor në këto 2 vitet fundit është rritur për rreth 26%. Duke parë bujqësinë si potencial të rëndësishëm dhe kryesor në planin afat-shkurt dhe afatmesëm për zhvillimin ekonomik, qeveria e Kosovës e ka bërë prioritet nacional zhvillimin e bujqësisë dhe për këtë buxheti është dyfishuar e ndërmerren hapa për një zhvillim cilësor në këtë sektor. Një ndihmesë të madhe në hartimin e politikave do t'jap edhe regjistrimi i bujqësisë, i cili ka përfunduar vitin e kaluar pas mbi 50 vitesh, me që rast janë